Me një ceremoni përkujtimore në Devullu shënua Dita e Veteranëve, e cila përkon me 69 vjetorin e krijimit të Organizatës së Veteranëve. Në aktivitet morën pjesë përfaqësues të pushtetit vendor të Organizatës së Veteranëve, familjar të dëshmorëve dhe qytetarë, të cilën nderuan kontributin e pjesëmarrësve në luftën antifashiste nacional çlirimtare. Gjatë aktivitetit, pjesëmarrësit vlerësuan rolin dhe kontributin e veteranëve në çlirimin e vendit, duke theksuar se ruajtja e kujtesës historike dhe respekti për sakrificat e tyre mbeten një detyrim për brezat e sotëm dhe të ardhshëm. Premtojmë 69 vjetorin e krijimit të Organizatës së Veteranëve dhe Pasardhësve nderi kombit. Unë kam një urim të veçantë në emër të Organizatës së Dëshmorëve të Luftës Antifashiste Nacional Shqiptare dhe dëshmorëve të tjerë të rënë për atë, duke i përcjell urimet dhe sukseset më të mira kësaj organizate, e cila në bashkëpunim dhe me organizatën e dëshmorëve mbajnë gjallë vlerat më të mira të Luftës Antifashiste Nacional Shqiptare si një popull i cili ditë respektoi të rënët për liri. Këto dy organizata sot janë gjerdani i artë i historisë së popullit shqiptar. Gjatë ceremonisë përkujtimore u mbajt një minuteshtje në nderim të atyre që sakrifikuan jetën për lirinë e vendit. Ceremonia u mbyll me omazhe dhe mesazhe për ruajtjen e vlerave historike dhe të trashëgimisë që veteranët kanë lënë për vendin.